është një mundësi e mirë që tani PZAP-ja, bazuar në ligjin për zgjedhje, që me përfundim të procesit mund të kontestohen të gjitha ato të cilat përbëjnë shkelje esenciale të parimit të barazisë së votuesit dhe parimit të barazisë së votës. Ne kemi edhe një vendim Gjykatës Supreme të vitit 2019 në ankesën e nismës në atë periudhë kohore, me cilën Gjykata Supreme ka vendosur në favor të nismës që votat cilat kanë ardhur jashtë Kosovës që janë të procedura jashtë afatit ligjor nuk muten në proces, sepse procesi zgjedhor për të qenë i drejtë dhe i barabartë, votuesit duhet votojnë në njëjtën kohë të përcaktuar me ligjin për zgjedhjet. Besoj që ka elemente, sidomos ankesa e subjektit lista serbe, ka elemente për të trajtuar nga ana e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në kuptimin e vlerësimit meritor të gjetjes së shkeljeve me rastin e vendimmarrjes nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. BZAP ka mundësi që ta shfrytoj në tërësi, në përmbajtje ankesën e tij, edhe sa i përket pranimit të atyre votave, por mendoj që partitë politike edhe kandidatët kanë pasur mundësi që në momentin kur KQZ-ja ka vendosur mbi zgjatjen e afateve sa i përket pranueshmërisë votime ose flet votimeve të votimit me poshtë, brenda asaj periudhe të shfrytoj edhe këta kandidatë, edhe këto partitë politike ta shfrytëzojnë mjetin ankimor, sa i përket këtij elementi mbase mund ndodhë që paneli zgjedhor ja refuzon ankesën për faktin që në kohën kur kanë qenë afatet e ankesave mbi këto procedura nuk janë shfrytëzuar asnjëri, as kandidatët, as partitë politike që ti ankimojnë me kohë këto procedura.